që do i sillni Shqipërisë ndryshim dhe rilindje. Dhe për të mos e ulur ritmin dhe entuziazmin e kësaj feste, do të ftoj kryetarin e Partisë Socialiste të kryeqytetit, Samir Tahiri. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët nga e gjithë Shqipëria në këtë ditë shënuar për ju dhe për firorumi rinor eurosocialist. Mu dha mua sot privilegji të hap festën tuaj. Ndaj më lejoni t'ju uroj ditëlindjen e fresh, duke u përullur me respekt para secilit për jush në të sallë. Forumi rinor i Tiranës ka drejt fitore me Edi Ramën zgjedhjet e ardhshme. Po e filloj dhe njerë, mu dha mua sot privilegji të hap festën tuaj. Ndaj më lejoni t'ju uroj ditëlindjen e forumit rinor, eurosocialist, duke u përullur me respekt para secilit prej jush në këtë sallë, por akoma më shumë, para shpirtit, forcës dhe energjisë të gjitha atyre djemve dhe vajzave që kanë trashëguar në këto 21 vite të lavdishme të forumit rinor eurosocialist dhe që sot kanë kalitur vlerat shmuara që mbeten gjallë në syt, shpirtin dhe mendjen tuaj. Unë nuk dua të zgjatem shumë, po kam 2 fjalë për t'i thënë. Miqtë e mi, kemi sfida të panumërta përpara, që nuk janë aq të lehta sigurisht, por kurse si nuk janë të pakapërcyeshme. Të flasësh sot për keqeverisjen është e lehtë. Kemi një kryeministër dhe një tuf ministrash që duken fiks sikur punojnë për t'ia bërë ferr jetën shqiptarëve. Por të bësh të mundur që njerëzit flasin me gojë atë që ndjejnë lëkurë dhe du japësh mundësi që ta kthejnë forcë për ndryshim, kjo po që do punë. Provojeni të vijeni vetëm një çast në pozitën e prindërve tuaj. Mendoni sakrificën e tyre për të punuar dhe për të siguruar më të mirën për ju. Mendoni për një çast 1000 hallet e familjeve shqiptare për të siguruar minimumin e jetesës, bashkë me detyrimin prindror për t'i buzëqeshur fëmijës edhe atëherë kur është e pamundur, sepse duhet të rritur pa hallet dhe streset e jetesës përditshme. Mendoni për pak çaste shkollën që bëni sot dhe mundësit për të punësuar nesër. Mendoni pak për bashkëmoshatarët tuaj, ata që kanë vështirësi aq të mëdha, sa u duhet të rriten para kohe duke djegur vitet më të bukura të rinisë, për të mbajtur familjen në këto ditë vështira. Mendoni për pak për ata të rinj fshat, që lën librat e shkollës, për të marrë në dorë dhe parmendën kur ju duhet, apo akoma më keq për të marrë rrugët e emigracionit. Mendoni pak për ata që nuk kanë mundësitë tona, por besoni një gjë, mos u dëshpëroni dhe mos u dorëzoni, sepse dëshpërimi, humbja e shpresës, mungesa e të ardhmes dhe dorëzimi para keqeverisjes janë armisht më të mëdhenj të rinjve. Besojeni dhe bindni shokët tuaj, se ditë më të mira kemi përpara. Duke filluar me 23 qershorin, sepse ju dhe gjithë rinjt janë force pa përballueshme, pikërisht sepse kanë kapacitetin të shohin dhe të gjejnë më të bukurën të ardhmja jonë. Dhe ata që e ruajnë këtë aftësi nuk plaken kurrë, japse kryeministri që kemi është kështu siç është. Ndaj miqtë e mi, kujtojani çdo kujt se nuk është vonë, asnjëherë nuk është vonë për të pasur një rini të lumtur pavarësisht viteve. Historia e të bukurës në të ardhmen tonë dhe të gjithë rinjve të këtij vendi nuk është shkruar ende. Atë do e shkruani ju, do e shkruajnë gjithë rinjt në çdo cep të Shqipërisë, duke fituar zgjedhjet dhe duke përmbysur një sistem që plak fëmijët që në lindje nga shtreset dhe borxhet dhe duke mplakur trit nga hallet.
ju dhe ne, kemi fatin e madh, jemi këtu, në kohën e dur, në momentin e dur, për të bërë zgjedhjen e dur, për të rilindur në 23 qershor dhe për ta kthyer vitin 2013 në vitin e ndryshimit. Ajo që na dallon ne nga tjerët është që sa herë përplasemi, ringrihemi dhe rilindim. Miqtë e mi kanë mbetur dhe pak ditë deri në 23 qershor. Në ditën kur ju do vendosni nëse e ardhmja do jetë koha për të vazhduar shkatrimi apo do për të rindërtuar Tiranën dhe gjithë Shqipërinë. Nëse do jetë koha për të vazhduar regresin apo koha për të rilindur. Koha për të varrosur shpresën apo për të rilindur mundësi të reja për të rinjt dhe për të reja të këtij vendi. Askush nga ju nuk ka guxuar në jetën e tij personale të dështoj. Ndaj griuni në këmbë. Ja u përsëris ngriuni në këmbë. Merrni në dorë fatin e jetës tuaj. Luftoni, bërtisni, përplasni dhe këmbët po doni. Tunni rrugë, sheshe, pallate, trokisni der, kapini njerëzit prej dore dhe bëjni të besojmë që ne të gjithë bashkë do fitojmë në 23 qershor bashkë me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Jepini vetes forcën e njëri tjetrit, mendjen e më turpëve dhe fuqinë e guximit për bashkët, dhe hajde gjithë bashkë t'i kthejmë këto ditë që kanë mbetur deri 23 qershor në ditët kur filloi të shkruhet historia jonë e ndryshimit. Dhe një gjë të fundit. Premtojini njëri tjetrit me mendje dhe bëjeni dhe me zë. Ajsa ta dëgjojnë gjithë ata jashtë kësaj sale, se ju të parët, të rinj dhe të rejat e Forumit Rinor Eurosocialist në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, nuk do lejoni të vihet dorë mbi votat e Partisë Socialiste, votat e fitores tonë të përbashkët, dhe gjithë bashkë t'i premtojmë dëshkim të pashëmbull, kujdo që do të guxoj dhe ta çojë në mend se mund të cënoj fitoren tonë, se mund të cënoj mundësinë tonë për të rilindur bashkë me të gjithë shqiptarët në Tiranë dhe kudo në çdo cep të Shqipërisë. Ju falenderit, fitore dhe fitore.